Kam sjellë recetën e tavës spinaq me oriz dhe këpurdhra, një tavë e shishme, plot vitamina, në një përgatitje të shpejtë, ideale për gratë të cilat punojnë kur vinë nga puna, përgatitet shumë shpejt. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj tave shumë thjeshtë, shishme, plot vitamina. Në fillim bëj zierjen e mishit. Ju mund ta përgatisni me mish viçi, lope apo pule. Kësaj radhe unë do e përgatis me kofsha pule, do me thënë do e përgatis me mish pule. Këtu kam kofsha pule, për atë sa persona gatuni atë kofsha pule shtoni. Unë jam duke përgatitur për 4 persona. Ju kam largu kofshave të pulës lëvorën dhe tash në tenxhere shtoj ujë derisa ta mbuloj nivelin e mishit. Dhe kofshave të pulës ju jap një val diku rreth 10 ose 15 minuta. Kofshave ju kam largu ujin e parë, tash do i shtoj ujë përsëri, mirëpo do ja shtoj dhe vegetën apo krem, varet se çfarë doni. Unë ja shtoj kështu një lugë gjellët mbushur plot. Ja shtoj një karrotë të bërë kështu në feta të holla. Do i jap shije shumë kofshave të pulës karrota. Një thelb hudhër, një ashtu për përgatitjen e kësaj tave na nevojitet një qep mesatare, cilën e ndajmë në 2 pjesë. Gjysmën do e hedhi tek tenxheria ku do bëj zierjen e mishit, kurse me gjysmën tjetër do e përgoj orizin. Dhe kështu në copsa të vogla. Shtoj në ujë dhe masën e zina në temperaturë mesatare diku rreth gjysmore. Derisa mishi është në zirje, ne marrim një tepsi në të cilën do përgatisim orizin. Shtojmë një gotë me oriz, gotën 250 ml. Ja shtojmë gjysmën e qepës së ngelur, e bëjmë në copsa të vogla, më të vogla që hedhen tek mishi. Kështu e ndajmë. Kam bërë coptimin e qepës, tash i shtoj 100 gram me këpurdhra të konservuara. Shtoj vaj diku rreth 60-50 ml. E përzi mirë masën. Dhe e fus në furrë të nxehtë 250 gradë që të rrëshkavët. Gjatë kohës që të ndron tava në furrë, e përzi her pas here. Tavën e kam largu nga furra, e kam përzier 2-3 herë derisa ka qëndru në furrë dhe e përzi përsëri. Dhe tash ja shtoj spinaqin, gjithsej do ja shtoj 150 gram spinaq, cilën e kam coptuar në copsa më të vogla. Dhe tash vetëm se pak kështu do e përzi. Dhe tavën do e kthej në furrë për 4-5 minuta tjera. E kam largu nga furra. Tash bëj përzierjen. Spinaqi është zbutur mjaftufshëm. Dhe ja shtoj lëngun e mishit. Është zier mishi mjaftufshëm. Shtoj lëngun me karrota kështu. Dhe mishin e shtoj kështu në mes.
Kam shtu lëngun e mishit derisa është mbuluar niveli i spinaqit dhe orizit. Ashtu mund të lugës e përhapi masën mirë. Tavën e kthejna në furrë në temperaturën e njëjtë derisa të shterët lëngu. Kam largu nga zjarri, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e lojmë që të ftuhet dhe është gati për konsumim. Tava është gati për konsumim, ta ndajmë pak dhe ta shihni se si ka dalë. Ka dalë shumë mirë, një tavë plot me vitamina, një tavë pranverore. Ja dhe si duket. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tavë me spinaq, oriz dhe këpurdhra, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.